Megjithatë nuk udhëtoi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka shkuar në Valencia, apo jo? Në Europë tashmë zoti Berisha mund të themi që nuk ka më atë rrethimin e dikushëm ndërkombëtar, ku edhe Bashkimi Evropian nuk pranonte asnjë zyrtar të Partisë Demokratike që të vizitonte institucionet e Bashkimit Evropian, por zoti Berisha ka qenë në Kongresin e Partive Popullore Europiane, ku ka marrë pjesë si një prej krerëve të kësaj aspekti politik të partive djatha në Europë. Ka pasur një fjalë të tij, ka zhvilluar takime të rëndësishme me kryeministra dhe kryeministra fakt dhe kryetar opozite të shteteve të ndryshme të Europës, të cilët janë pjesë e Partive Popullore Europiane. Ndërkohë ka pasur edhe një shtërkim duarsh me Ursula von der Leyen dhe me zyrtar të tjerë të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, dhe deri tani zoti Berisha ka thënë se kjo vizitë ka prodhuar shumë, është përveç rezolutës e cila dënon sjelljen e qeverisë ndaj opozitës në Shqipëri dhe i bën një ekspoze të zymt të situatës në të cilën ndodhet vendi ynë, por zoti Berisha thotë se ka dhe mbështetje më të madhe dhe Europa mezi pret fitoren e Partisë Demokratike, dhe nga ana tjetër mund të jetë edhe pjesa e mosnjohjes së zgjedhjeve nëse demokratët mund të kenë ankesa. Paralelisht, kryeministri kur ishte në prezent në adysinë Off the Record, u shpreh se e di shumë mirë, tha kryeministri, se si bëhen këto organizime, se si mblidhen këto partitë evropiane. Ato janë parti të ngjashme njëra tjetrën dhe funksionojnë në atë unitetin e tyre ku ndihmojnë njëra tjetrën pavarësisht se është në qeveri apo në opozitë. Rezoluta nuk është se ka ndonjë vlerë të madhe ligjore, por është më shumë deklarative ku një grup shpreh unitetin, shpreh pakënaqësitë, tregon mbështetje ndaj Partisë Demokratike, por në fund nuk është se ato do të vendosin nëse zgjedhjet në Shqipëri do të njihen apo jo, nëse demokratët do të kërkojnë prej tyre apo do të ankohen për blerje votash apo për blerje të zgjedhjeve nëse Partia Demokratike do të humbas në 11 maj. Por tregon që nuk është më ajo mbështetja e madhe e kryeministit Edi Rama, por ka dhe zyrtar të ndryshëm në Bashkimin Evropian që nuk mendojnë se Shqipëria është ai vendi që nuk ka asnjë të net. Dhe në fakt duke shumë optimist zoti Berisha kur u kthye dhe në dalje. Zoti Berisha e konsideroi si një fitore të madhe, sikur përveç rikthimit që pas 12 vitesh ai rikthehet në atë lloj formati në Kongresin e Partive Popullore Europiane, por zoti Berisha e quajti si një fitore, si një mbështetje të madhe të Partisë Demokratike, dhe tha se po presin ditën e zgjedhjeve që demokratët të fitojnë dhe të urojnë fitoren atij. Dalim pak tek vota e diasporës, Anesti, duke qenë se jemi në ditët e fundit dhe gati pjesa më e madhe e zarfeve është dërguar. Ne kemi këtu edhe të dhënat që përditësohen në çdo moment në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Janë 221.000 zarfe të marrë nga qytetarët jashtë Shqipërisë dhe kanë kthyer nga këto 221.124 zarfe, pra me votën e tyre brenda. Duket shifra të kënaqshme. Shifra e kënaqshme, po absolutisht, po ajo mendoj që deri në fund do të arrijë ajo 144.000 do të kthehet në një 200.000 apo 200.000. Problemi është tek pjesa e zarfeve të dërguara, ku nga 245.000 janë vetëm 221.000 të tillë që kanë mbërritur 24.000, që të cilët mungojnë që nuk kanë mbërritur te qytetarët, dhe gjasat janë që mos shkojnë dot, apo nëse shkojnë nuk do të kthehen pasi koha është shumë e kufizuar. Ditën e diel në orën 19 duhet që gjithë zarfet të mbërrinë në territorin e Shqipërisë të quhen të vlefshëm, dhe në momentin kur ka kaluar më shumë se një muaj që ka nisur nisja e zarfeve dhe këta zarfe nuk kanë mbërritur dot tek qytetarët, rruga e kthimit besoj se do të jetë më e gjatë. Nga ana tjetër, zarfet e mbërritura 144.000 është një shifër e kënaqshme, duket se atyre që u ka shkuar zarfi e kanë firmosur dhe kanë votuar dhe e kanë nisur tashmë në KQZ. Kjo tregon që të gjithë apo shumica e atyre që kërkuan të votojnë e kanë pasur seriozisht, dhe nuk ka qenë vetëm një testim i sistemit të KQZ-s nëse do të arrinte dërgimi i zarfit të tyre, të votës të banesa e tyre, dhe do të shohim se sa vërtet do të shkojë shifra, por te 200.000 mendoj se do të